Në një qytet të qetë ku heshtja flet më fort se fjalët, një sekret i varrosur për vite me radhë priste të zbulojë. Një pishinë e braktisur, një vajzë e zhdukur dhe një e vërtet që do të shkatronte gjithçka. Ajo që Xheku do të gjente në fund të asaj pishine nuk ishte vetëm ujë i ndenjur, ishte përgjigja që do të ndryshonte jetën përgjithmonë. Në qytetin e qetë të Brooksville-it, i rrethuar nga kodra të buta dhe pyje që përshpërisnin, Xheku dhe gruaja e tij, Marian, kishin një shtëpi të vogël pushimi që ishte sre e tyre larg zhurmës së qytetit, një vend ku jeta ngadalsohej. Shtëpia simpatike ishte perfekte, përveç pishinës se lën pas dore në oborrin e pasëm. Xheku nuk ishte kthyer më aty që nga zhdukja e vajzës së tij, Eli, një vit më parë, duke e lënë familjen të bllokuar në një dhimbje që nuk u shua kurrë. Pa asnjë pistë, policia përfundimisht e la çështjen të ftohej. Tensioni pothuajse e shkatroi martesën e Xhekut dhe Marianit. Me Xhekun që shmangte shtëpinë, pishina u la në shkatrim, edhe pse Mariani vazhdonte ta vizitonte vetëm. Ajo këmbëngulte se pishina kishte vlerë sentimentale dhe refuzonte ta zbraste. Por ndërsa vera po afroi, Xheku vendosi ta pastronte, i vendosur të rikthente bukurinë e dikushme. I vendosur, Xheku u kthye në pishinë, tek shtëpia dhe filloi ta zbraste atë duke përdorur një pompë zhytëse. Ndërsa uji po tërhiqej, ai vuri re diçka të pazakontë. Një kapak mirëmbajtjeje i fshehur. Një ndjenjë e çuditshme i tha se Mariani e kishte mbajtur këtë sekret për të. Me duar të dridhura, Xheku hapi kapakun, duke ndjerë një tmerr që nuk mund ta largonte. Ajo që zbuloi e la pa fjalë. Por para se të fillojmë me gjithë historinë, siguroheni të pëlqeni videon dhe të abonoheni në kanalin ton që të mos humbisni asnjë histori të re. Fëmijëria e Xhekut ishte e mbushur me kujtime të vetmuara dhe një shtëpi të qetë. Prindërit e tij, të udhëhequr nga ambicjet, shpesh mungonin duke e lënë Xhekun në kujdesën e kujdestarëve. Ata mendonin se suksesi dhe siguria financiare do të ishin dhuratat më të mira për djalin e tyre. Por ata nuk e kuptonin se po humbisnin diçka të çmuar, lidhjen me Xhekun. Shtëpia e Xhekut ishte zakonisht e heshtur, përveç tiktakut të orës ose zhurmës së televizorit, që u bë shoqëruesi i tij i përhershëm. Ditëlindjet ishin luksoze, por boshe, të mbushura me dhurata, jo me praninë e prindërve. Ndërsa ai rritej, Xheku kuptoi se asnjë gjë materiale nuk mund ta mbushte boshllëkun emocional që prindrit e tij kishin lënë. Gjatë atyre viteve të vetmuara, Xheku bëri një betim. Kur do të bëhej prind, fëmijët e tij gjithmonë do të dinin se ishin prioriteti i tij kryesor. Ai e viziononte një të ardhmë krejt ndryshe nga e tij, ku fëmijët nuk do të dyshonin kurrë në dashurinë dhe përkushtimin e tij. Jeta vazhdoi dhe prioritetet e Xhekut mbeten të përqendruara tek familja. Kur takoi Marianin, një grua me mirësinë e cila pasqyronte vlerat e tia, ai kuptoi se kishte gjetur jo vetëm një partner, por dikë që ndante vizionin e tij për një familje të dashur. Në dritën e butë të hënës, historia e tyre e dashurisë filloi të zhvillojë si një lule delikate në blu. Ditët e hershme ishin të mbushura me të qeshura dhe biseda të thella që zgjatnin deri vonë në natë, duke afruar ata më shumë. Brenda pak javësh ndjeni një lidhje të pakundërshtueshme, një kuptim të heshtur se ishin të destinuar njëri për tjetrin. Një mbrëmje të freskët në qiellin e ndritshëm, nga yjet, nda një moment ku gjithçka tjetër zhdukej. Në atë moment ata pranuan dashurinë e tyre, një ndjenjë që u njoh dhe u çmua. Gjatë vitit tjetër lidhja e tyre u forcua më shumë. Xheku gjithmonë romantik planifikoi propozimin e përsosur, një shëtitje e qetë në dritën e hënës. Teksa ecën nën yjet, ai u përkul dhe pyeti Marianin nëse do të ishte përgjithmonë me të. Lotët e saj të lumtur shkëlqyen në natë, duke vullosur dashurinë e tyre. Angazhimi i tyre solli një fluks planifikimesh për dasmën, me gjithë emocionin dhe stresin që përfshin. Por përmes gjithë kaosit të organizimit, dashuria e tyre mbeti e qëndrueshme, duke udhëhequr drejt ditës së dasmës. Kur më në fund shkëmbyen betimet, ishte një festë e bukur e udhëtimit të tyre që fillimi i një jete të re së bashku. Ndërsa qëndronin dorë për dorë, Xheku dhe Mariani premtonin të kalonin ujërat e jetës bashk,
çfarëdo që të ndodhte. Por ndërsa fillonin këtë udhëtim të ri si bashkëshort, Gjeku nuk e dinte sekretin që Merieni mbante. Merieni me buzëqeshjen e saj rrezatuese dhe zemrën e dhemshur, gjithmonë kishte qenë një enigmë. E kaluar e saj nuk ishte kur përmendur. Para se të takonte Gjekun, jeta e Merienit ishte një seri sfidash, secila duke e formësuar në gruan që është sot. Ajo kishte luftuar betejë që lën plagë të fshehura në sipërfaqe. Sekretet që i mbante ngushtë, duke u friksuar se mund të njollosnin pastërtinë e dashurisë së tyre. Sekreti i Merienit ishte një barë që ajo e mbante vetëm, një kapitull i jetës së saj që ajo friksohej se do të ndryshonte mënyrën se si Gjeku do ta shihte atë. Para se rrugët e tyre të kryqëzoheshin, Merieni ishte e përfshirë në një lidhje që ishte e kundërta asaj që ndante me Gjekun. Ishte një periudhë e errët për të. Fëmijëria e saj ishte e shënuar nga manipulimi dhe frika. Një kohë kur Merieni humbi kontaktin me vetveten. Ajo kishte një fëmijëri të ngjashme me Gjekun. Mund të ishte arsyeja pse u lidhen kaq mirë. Ajo doli nga ai kapitull si një grua e ndryshuar, e fortë dhe e vendosur, megjithatë e ndjekur nga hijet e së kaluarës. Por Gjeku nuk e dinte se ajo do të kishte një sekret të fundit në vitet që pasuan. Ndërsa martesa e tyre lulëzonte, Merieni luftonte me sekretin e saj. Pesha e së kaluarës kërcënonte të dilte në sipërfaqe. Kalojmë te një ditë e mbushur me ankth. Dielli po perëndonte, duke heshtur një dritë të artë mbi qytet, ndërsa Gjeku nxitoi për në shtëpi nga puna, me zemër që i rrihte fort nga pritja. Ai duhej të sigurohej që gruaja e tij ishte mirë. Lajmi që mori ishte shqetësues për të thënë më pak, por nuk kishte asnjë ide se çfarë nënkuptonte Merieni, vetëm që nuk mund të ishte mirë. Ajo nis me nxitim, duke injoruar sigurinë e tij. Kishte marrë një mesazh të çuditshëm nga Merieni më herët gjatë ditës, që sugjeronte një surprizë që e priste. Pak e dinte, ai se surpriza do të ndryshonte jetën përgjithmonë. Kur hapi derën, aroma ushqimit të tij të preferuar mbushi ajrin, por ishte buzëqeshja rrezatuese e Merienit që ngrohu zemrën e tij. Ajo e çoi në dhomën e ngrënjes ku një darkë me qirinj ishte e shtruar për 2 persona. Por ishte kutia e vogël e mbështjellë pranë pjatës së tij që tërhoqi vëmendjen. Sytë e Merienit shkëlqyen nga emocionet, ndërsa Gjeku hapi kutinë dhe gjeti një palë këpucë të vogla për bebin. Sytë e tij u zgjeruan nga mosbesimi, dhe kur ngriti sytë, Merien e kishte ditur që Eli planifikonte të shkonte atje. Pse e kishte mbajtur këtë sekret? Të njëjtën javë Merieni u kthye vonë një natë, duke pretenduar se një makinë e kishte spërkatur në dyqan. Por diçka nuk dukej e drejtë. Më vonë, ndërsa Gjeku po zbraste pishinën e braktisur prej kohësh në shtëpinë e pushimit, ai vuri re diçka të çuditshme. Një kapak i vjetër në fund. Ai nuk e kishte parë kur më parë. E dinte Merieni, apo e kishte fshehur si shumë gjëra të tjera. Ai u afrua kapakut me një frikë që rritej. E hapi, duke zbuluar një hapësirë të vogël të fshehur. Ajo që gjeti brenda do të rihapte plagët që kishte provuar të mbyllte, sende të padiskutueshme që e përkisnin Elis, ditar, rroba dhe shenja se dikush kishte jetuar atje. Ndër ditarët kishte shënime të mbushura me luftimet emocionale të Elis, presionin, izolimin dhe ndjenjen e vetmisë. Por fotot shqetësuan më shumë Gjekun. Eli shfaqej me qytete të ndryshme të botës, gjithmonë e shoqëruar nga e njëjta grua e panjohur. Merieni e dinte. Kur Gjeku e përballoi, Merieni pranoi se Eli kishte kontaktuar pas ikjes. Ajo ishte e sigurt. Merieni e ndihmoi të zhdukej duke besuar se kjo ishte mënyra e vetme që Eli të rimerrte jetën e saj të lirë nga pritshmëritë shtypëse dhe intensiteti emocional. Pranimi e shtypi Gjekun. I tradhtuar, ai luftoi me zemrim, dhimbje dhe keqardhje. Ai kishte kaluar vite në agoninë e dijes se Eli ishte gjallë. Merieni e justifikoi heshtjen e saj si mbrojtje, por çmimi ishte vite zemrimi. Megjithatë, duke qenë mirënjohës që Eli jetonte, Gjeku nuk mund ta falte mashtrimin. Ndërprerja midis tij dhe Merienit u bë e pakapshme dhe ata u divorcuan. Sekretet kishin thyer lidhjen e tyre përtej riparimit. Megjithatë, Gjeku gjeti një copë të brisht paqeje në të vërtetë. Eli kishte bërë një zgjidhje
për të jetuar jetën e saj dhe ai duhej ta pranonte. Me kalimin e kohës, shpresonte se ajo do ta kuptonte dashurinë e tij dhe do ta falte. Deri atëherë, ai do ta priste. Zgjedh të besoj se një ditë, kur të jetë gati Eli, do t'i shkruaj. Ai do të jetë aty, i ndryshuar, por i gatshëm të filloj përsëri. Ai kishte përballuar errësira brenda shtëpisë dhe brenda vetes. Udhëtimi përpara ishte i pasigurt, por ishte një rrugë që ai ishte gati ta ecte. Ai e dinte se kur ajo do të ndodhte, do të ishte babai që duhej të ishte. Në fund, ai do të përballej me të ardhmen, çfarëdo që ta mbante ajo.